Kurban Bajrami është një nga dy festat islame të cilën e kremtojnë besimtarët musliman në Shqipëri dhe në mbar botën. Sot është dita para festës së Kurban Bajramit dhe është dita më e mirë e vitit për të agjëruar dhe për të lutur, tha Miftiu i rrethit Lushnjë Gramos Bliku në një mesazh paqeje dhe dashurie drejtuar besimtarëve musliman lushnjar. Bismillahirrahmanirrahim. Jemi një nga ditët më të mira të vitit dhe ajo është dita e Arafatit. Pejgamberi alayhis salam, fundi të dërguarve, ka thënë për këtë ditë: agjërimi i kësaj dite shpresoj tek i madhi Zot të më ketë falur gjunahet e vitit shkuar dhe atit pasues. Pra, ju falemnderit që me anë të këtij mesazhi përcjell urimin tek mbar besimtarët lushnjar, por jo vetëm, Zoti ju a pas pranuar agjërimin e kësaj dite dhe ju pas fal gjunahet. Miftiu shpreh urimet më të përzemërta për festën e Kurban Bajramit. Është festa e sakrificës dhe e dashurisë, festa ku për dashurinë hyjnore sakrifikohet dashuria njerëzore. Nesërmja troket me një festë madhështore. Ajo është festa e Kurban Bajramit. Është festa e sakrificës dhe dashurisë. Është festa ku për dashurinë hyjnore sakrifikohet dashuria njerëzore. Gëzuar për shumë vjet festën e Kurban Bajramit, Zoti sjellët në familjet e çdo besimtari dhe qytetari lushnjar mirësi, begati. Gëzuar për shumë vjet festën e Kurban Bajramit.